Për Gilman Likën, ish kapitenin e Vllaznisë dhe sot trajner futbolli në Emiratet e Bashkuara, Vllaznia bëri një paraqitje zhgënjyese në Kupat e Europës. Sipas tij, kur u mësua shorti i turit të parë, Malisheva e Kosovës u konsiderua si kundërshtari më i favorshëm për të kaluar turin, por doli e kundërta. Sinjalet u dhanë që në ndeshjen e parë në Loro Boriçi, ndërkohë që me lojën e dobët të prezantuar në ndeshjen e kthimit, humbja mund të kishte qenë edhe më thellë se sa 5-0. Nuk ka njëri që nuk ka me ti zhgënjym. Ishte një short që në pamit parë duk shumë i favorshëm për ne, o duk si bingo, pra duke rritë kostet e udhëtimeve siç na ka qellu vite tjera, që kanë qenë shumë largë dhe adashtë realisht Kosovë bëja ke mirë për të mbuluar shpenzimet, kurse shorti me Malishevën thamë se ra një bingo që një favor shumë i madh për ne, por doli krejt e kundërta dhe doli komplet e papritur nga ajo sa na kena pritur, u duk shumë i lehtë në letër, por doli shumë e vështirë. Shumë situata e keqe edhe të drejtën e kam nuhat ky gjë që ndeshjet parë, pavarësisht se ne fituam me 2-1, por nuk e harroj momentin kur ne kena qenë me një lojtar më shumë. Edhe ekipi Malishevës na ka krijuar 3 raste pastra për gol. Një edhe lojtar ton bëhet të përshtypje. Ne ishim një lojtar plus, kishte ndoshta 20-30 minuta lojë, ata vanoshin lojë. Këtë nuk arrin botë me dhanë shpjegim. Edhe që këtë moment tash situata nuk është e mirë. Liga 5-0 shumë. Duhet ta pranojmë. Askush se besonte. Shumë, por mund të kenë edhe shumë pak. Duke ditë raste që krijoi Malisheva, tham, duhet me pranu, duhet me kanë realisht, kjo është e vërteta që jena me fat që ne ishim marrë 5-0. Duke lënë pas humbjen e thellë dhe eliminimin nga Kupat e Europës, Lika thekson se situata është emergjente dhe se kërkohet ndërhyrje, duke marrë masa urgjente për sezonin e ri futbollistik. Mendoj që është emergjente dhe jam i bindur që duhet me ndërhyrë në disa pika për ta rregulluar situatën. Sepse nëse jena në këtë gjendje në fillim kampionatit, nuk din robi që më thon më tepër. Jam i bindur që ata duhet me marrë masa urgjente. Në vijim, Lika komenton edhe ndjesën publike nga ana e klubit Vllaznia, por një gjë të tillë e ka pritur edhe nga trajneri, si dhe lojtarët me peshë, lider në ekip, që ta kishin bërë një gjë të tillë, sepse sipas tij, përgjegjësia e tyre është. Përgjegjësia e tyre është, nëse mund të jemi aty. Njëri nuk mundet më mshej, si thonë, nuk mundesh më mshej më të gishtit. Kjo është realiteti, në një realitet duhet me thonë sy, gjithsesi secili njeri duhet të marrë përgjegjësitë edhe me bë hapa para. Po disi duhet me kërku falje, me rregullu situatën, me marrë lojtar më cilësor, me punu më shumë me ekipin edhe me kthy emrin e Vllaznisë aty ku i takon.